Louise Ailey ka shpërthyer sot me një lajm të madh, duke e bërë gjithë fansat të mendojnë se bëhej fjalë për një ardhje të re në familje. Dhe në fakt, po, familja Ailey është shtuar me një antar tjetër, por prisni pak. Nuk është djalë, as ndonjë kushëri i humbur, por një vajzë shumë e veçantë. Emri i saj? Elsa. Po, fitë si princesha e famshme e Frozen, me plot krenari, Louise tha, familja Ailey është shtuar me një antar tjetër, nuk është djalë, por sërish vajzë dhe e ka emrin Elsa. Shi sa e madhe është. Dhe në këtë moment, publiku u çudit, por edhe qeshi me lodh. Sepse Elsa, në fakt, është një kukull gjigante, burime të sigurta thonë se Louise po e merr aq seriozisht këtë antar të ri. Sa që po mendon sinqerisht të flejë në balkon. Arsyeja? Thot se Elsa po i zëgjidh divanin, me humorin e tij tipik, ai shtoi, ky është momenti që unë po mendoj seriozisht që do fle në balkon. Se Elsa nuk negocion për hapësirën. Ndërkohë, fansat e kanë pritur me shumë sportivitet këtë lajm të madh, duke e mbushur rrjetin me meme dhe komente të tipit, mos haro, Louise, Elsa ka fuqi të akullta, kujdes nëse të ngrin batanien. Pra, për të gjithë ata që u shqetësuan, mos keni frikë, nuk kemi të bëjmë me surprizat të tjera, por thjesht me një kukull madhështore që ka hyrë zyrtarisht në familjen Ailey, kur erdhi në jetë Luna Mari. Vajza e Louise Ailey dhe Kiara Titos, lajmi u prit me shumë emocion nga publiku, sepse çifti ishte dhe është ende një ndër më të ndjekurit në Shqipëri. Louise dhe Kiara janë njohur brenda Big Brother VIP Albania 2, në janar të vitit 2023. Kiara hyri në shtëpi që në natën e parë, 24 dhjetor 2022, ndërsa Louise u bë shumë shpejt një nga protagonistët kryesor të spektaklit, që në fillim pati një kimi të dukshme mes tyre, me shaka, biseda të gjata dhe afrimitet që i bëri shpejt çiftin më të komentuar të reality showit.